jam unë i shtatin familje me radhë që me ka eduku babgjyshim në këtë rrugë. Hoxha i tetë në familjen tonë është djali Axhës babës tim, Hafiz Mehdi Goga, i cili është imam në qytetin e Pejës, në xhaminë e Pohovcit apo Sahat Kull. Është më shumë mision dhe këtë detyrë kaq fisnike, i pari i jon, i cili ka qenë Mulla Emin Goga, i lindur në vitin 1853, e ka marrë prej dajallarëve dhe unë kam filluar në moshë shumë të hershme ta vijoj mësimin në xhami, prej moshës 10 vjeçare, me vllaun, me djemë të hallës, po si duket unë kam qenë ma i interesuar dhe nuk ju kam nda xhamisë. Me krenari shfleton një libër që përshkruan historinë e paraarsëve të tij e cila nis së qysh 140 vite më parë. Janë këta nismëtarët e profesionit apo misionit të Hoxhallokut që sot po vazhdohet me gjeneratën e 9 në familjen Goga në Pejë. I shtati në këtë traditë është Enes Goga, kryeimam i Bashkësisë Islame në Pejë që zbulon origjinën e tyre. Ne familja Goga kryesisht kemi jetu në Dugagjin, respektivisht në Pejë. Herët nuk mund ta di sakt, po diku në fillimin e vitit 1800, të parë tonë kanë ardhur prej rrethit të Shkodrës. Prandaj edhe sot në Shkodër kemi kushëri, kemi në Tiranë, kemi në Ulqin me të njëjtin mbiemër, kemi në Ferizaj me të njëjtin mbiemër, edhe kryesisht domethënë në komunën e Pejës jemi gjithë ata të cilët e kanë mbiemrin Goga, jemi kushëri në mesvete. Ai thot se misioni i familjes së tij për edukimin fetar filloi në vitin 1853, me shërbime jo vetëm në qytetin e Pejës, por edhe në rrethin. Ne si familje, në mesin e profesioneve të cilat i kanë ushtru familjarët tonë dhe të parë tonë, është quhen me traditën që kanë përcjell në ushtrimin e Hoxhallokut, edukimit fetar, misionin e imamit, dhe këtë profesion, nëse mund të them, nga se është më shumë mision dhe këtë detyrë kaq fisnike, i pari i jon, i cili ka qenë Mulla Emin Goga, i lindur në vitin 1853, e ka marrë prej dajallarëve, edhe ata kanë qenë një familje shumë respektume, me tradita fetare dhe kanë pas shumë hoxhallar dhe imam në mesin e familjeve të tyre, Mulla Alia, Mulla Mehmeti, cilët kanë shërbyer në Shushic. Sot trashëgimtarët atyre familjes janë familja Mahmuti, që janë një familje shumë e respektume në qytetin e Pejës, ku jetojnë pranë varrezave të Kakariqit. Ka qenë profesori tani me Indjer, Muhamet Mahmuti, janë djemt e tyre dhe kushërit e tyre, janë trashëgimtarët e Mulla Alis, Mulla Mehmetit dhe hoxhallarëve tjerë. Ne kemi marrë këtë edukim fetar prej kësaj familje që i kemi pas dajallar. Pastaj pas Mulla Eminit ka vazhdu edhe është eduku në shkollën fetare si imam edhe si hoxh Mulla Recep Goga. Ai është baba i babgjyshit tim, edhe ai ka lind para vitit 1900. Pastaj ai ka pas 4 djem, të 4 djemt e tij e kanë ndjek rrugën edhe të babës edhe të migjës e tyre. I pari është Haxhi Ashari, i cili ka lind edhe ai para vitit 1900, 1894, nëse nuk gabohem. Pastaj Mulla Vehbia, Mulla Hamdia dhe babgjyshi im Haxhi Hafiz Sali Goga, i cili ka qenë i lindur në vitin 1915, ka jetu deri në vitin 2000, në vitin 2000 ka ndru jetë rahmet past. Pastaj jam unë i shtatin familje me radhë që me ka eduku babgjyshim në këtë rrugë, dhe në vitin 92 kam shku dhe e kam viju mësimin dhe edukimin fetar në medresen e Mesma Alaudin në Prishtinë. Pastaj në vitin 96 kur kam përfundu medresen, kam shku dhe kam vazhdu studimet në Institutin e Gjuhës Arabe në Mbretërinë Jordaneze.
Pastaj në vitin 98 jam pranu në Universitetin Islamik në Medine, kam diplomu në vitin 2003. Se nuk synon të shuhet ky profesion kuptohet edhe nga dymëtërinjet që Hoxha tregon se po vazhdojnë të ushtrojnë hoxhallëkun. Hoxha i tetë në familjen tonë është djali Axhës babës tim, Hafiz Mehdi Goga, i cili është imam në qytetin e Pejës, në xhaminë e Pohovcit apo Sahat Kull. Ai është nipi i Haxhi Hamdis dhe i nonti për momentin që është hoxha më i riu në familjen tonë, është vllau im më i vogli, i cili edhe ai është duke ushtruar detyrën e imamit në qytetin e Pejës, Ernest Efendi Goga,